falenderoj shumë për këtë bisedë me shumë të vërteta dhe pa filtra. Ishte kënaqësi, edhe mirë se keni ardhur tani. Po shohim, të rrim, si në shtëpinë e malësorit, sepse të tillë kemi qenë, të tillë duhem të mbetemi. Vetëm, domethënë, ju edhe rrugë mos keni, këto gjëra nuk ju zbehen, se keni në shpirt. Nuk do të na zbehen. Asnjëherë. Asnjëherë nuk do të na zbehen. Sa të marrim frym, këto virtyte do të na shoqërojnë. Shtëpia është e Zotit e mikut, po tani vetëm 4 shtëpi. 4 shtëpi. 4 shtëpi, gjithsej abana zban 15 banor. Ne jemi 3-4 vllazni që lidhen me gjak me njëri tjetrin. Na bën të mirë mikpritja E kanë të gjithë. që shoqëron buzëqeshjen. Besoj si edhe brezat, sepse është e shkruar një histori, do ta kenë në të ardhmen. Në shosh janë dëmtuar masivisht. Janë dëmtuar aq shumë njerëz nga pala serbe, sa që as në 10 s'ka pas kush i fut, e janë tretë në sipërfaqe. Tash demokracia ka bërë punën e saj, se në çdo shtet mas vitit 90 ka një pikpyetje shumë të madhe për vëmendjen ndaj kësaj zone. Të shpëtoj fati, të shpëtoj, s'të shpëtoj, ige, s'ke që i bën. E kam treguar që jam në zonën e Tropojës dhe konkretisht kam ardhur në fshatin Salca, Mikaj Mërturi. Jam okej. Është ndalesa e parë. Në pamje të parë unë shoh që ka shumë probleme për sa i përket investimeve që janë inekzistente dhe infrastruktura lë shumë për të dëshiruar. Realisht është duke më pritur një zotëri i cili e njeh shumë mirë zonën, është vendali dhe do më flas për traditat dhe për zakonet e kësaj zona. Ajo që dua ta them me bindje, mikpritjen që kam gjetur këtu nuk kam fjalë. Nuk dua të bëj xheloze zonat e tjera, por realisht janë njerëz fantastik.
do doja shumë edhe nuk do t'i ndajem kësaj zone deri në momentin që këtu të rikthehet vëmendja, sepse realisht e meriton për natyrën e bukur që kanë, për njerëzit punëtor, edhe njerëz që e duan shumë vendin e tyre dhe nuk e braktisin. A prisi njerëz? I prisni, a? Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët. Me këmbën e djathtë. Me djathtë më s'ka gjë fare. Mirë se erdhët. Po të vendos mikrofonin që të dëgjohej shumë mirë sepse të shoh që je një burr i mençur dhe fjalët e tua kanë peshë. Faleminderit. Kompliment i bukur ke. Ashtu a? E për zotin e kam pa lajka. Mirë se na erdhët. Shtëpia është e Zotit e mikut. Presim, përcjellim, presim të rinj. Është ndalesa e parë që unë bëj në zonën tuaj. Mirë se vini, mirë se Kështu që vini. inshallah e ke dhe ti kamën e mbar. Mirë se vini, kamën e mbar e kemi. E keni, e? Sigurisht. Jam në fshatin Salc. Në fshatin Salc. Okej. E këtu ka qenë një fshat me 120 familje, Po. me një numër banorësh 600 frymë. Kishte gjallëri, kishte aktivitete kulturore, sportive. Shkonim tek njëri tjetrin, vinim, kishim imunitetin të përkryer. Ndërsa tani? Edhe tani, pavarësisht se jemi shpërndar, uniteti është, por njerëzia kanë marrë rrugë të emigrimit, emigrimi brendshëm e jashtëm, kuptohet ajo punë. Çfarë do të thuash me emigrim të brendshëm? Emigrimi brendshëm brenda Shqipërisë. Që na kanë, po e kuptoj, por që na kanë lënë gjithë këtë vend të bukur për Tiranën edhe për qytetet tjera? Gjithsesi kushtet u vështirësuan, u tjetërsuan në një farë mënyre dhe mbetet për të patë për të ardhmen. Perspektiva. Unë jam në banesën e Gjok Prugni. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët. Në Ajo që më bën përshtypje, Nika e Mërturit. ajo që më bën përshtypje dhe më vjen shumë keq, është një zonë e lënë në harres. Them drejtën, gjitha vitet e demokracisë kjo zonë ka qenë si skaj më i largë, po thuj se edhe i globit, nuk po them për hartën e Shqipërisë. Mirë po, në këtë forum nuk më vjen mirë. Unë kam emigruar për vete, familjen i kam largu prej këtu që në 90-ën. Jam vendos në Tiranë, atje kam rritë fëmijët, atje janë të punësuar, kanë provu emigrimin, kanë provu të punojnë këtu. Edhe përgjithsisht tani janë këtu, janë përqendruar në vend tonë. Por, syt mbeten nga emigrimi gjithsesi, Sepse nuk ka të ardhur tjetër. për kushtet që u krijuan, mbetemi me syt nga emigrimi. Okej. Megjithatë, e ardhmja nuk është pa perspektivë. Unë prej Tiranës jam kthye, kam rekonstruktu këtë shtëpi, ndoshta me mundime, po gjithsesi mbetet Mbetet për diçka perspektivën. modeste dhe e mirë. Mbetet për ta pa dhe perspektivën. Mendoj se një ditë do t'i duhet edhe djalit edhe vajzës. Jam e sigur që do Do kthehen. ta shijojnë, me siguri duhet ta shijojnë, për arsye se kënd nuk ka qenë dhe nuk mbetet vend për të mos u banuar. Kanë prish punë, rruga, po mendimin e Zotit, mendoj investitor që po punon, siç e pat gjatë rrugës, Investitor janë banor të fshatit. banori i fshatit. Ky shoku që ka këtë shtëpi sipër me jetë, Sokoli. Sokoli. Ai ka vënë dorë. Do doja shumë që Po. ta kisha Sokolin këtu edhe t'i bëja një intervistë sepse Na është donë të për të shefi. vlerësuar që ka investuar vetë këtu, ka Ai bërë shtëpinë e tij dhe po bën rrugën Ai ka bën një investim madhor për ju. për ne edhe për veten e tij. Megjithatë, ai më domendja se nuk heq dorë pa siguru mirë edhe linjen elektrike, këtë rrugën siç e pat. Ka bërë E ka- ndriçimin. Po. Kam besim, kam shumë Imagjino të ishte kryeministër ai. Ai është një djalë shumë i mirë, shumë punëtor, shumë human, që ja vlen, jo vetëm ta përmendim në këto intervista Pa. qasti, Po.
por diçka edhe më gjatë e ka vlerësuar edhe Këshilli Bashkiak e Bashkia e Tropojës, duke shpallë qytetar Neri, ja ka dhënë një vlerësim moral, kuptohet ajo punë. Mirë po, mbetet akoma për të pa. Më trego pak për fshatin Salc. Ju thatë që ishin 600 banorë për frymë më përpara. Po, 600 frymë. Tani kanë mbetur? Po tani vetëm 4 shtëpi. 4 shtëpi. 4 shtëpi, gjithsej Abana zban 15 banorë. Po si ja bëjnë këtu për mjek, për shkollë? Është e vështirë, shumë e vështirë është. Nuk ka nga këto? Nuk ka fare. Dikur e kishim shkollën 8 vjeçare, mlidheshin 3 fshatrat, edhe Palqi, edhe fshati ynë, edhe ai fshati që duket për te, quhet Bris. Është një fshat shumë mikpritës, një fshat që në krejt zonën tonë ka pas vlerat e veta për një mikpritje shembullore. Nuk them për gjithë zona është e tillë, por ata i kemi veçuar për herë, për arsye se rrallë mund të shkoje e të mos dilje i nderuar për atij fshati. Ka qenë dhe mbetet simbol i mikpritjes në krejt zonën e Kajmërturit. Këtë ka vlerësuar gjithë popullsia që ka qenë këtu, gjithë njerëzit që kanë pas dëshirë t'ju bajnë ndonjë vizitë, qoftë pune, qoftë për sheft, edhe miku që ju ka ardhur, edhe shoku, gjithkush që ka ardhur me këtë fjalë flet për atë fshat. Megjithatë, është e tillë në përgjithësi gjithë zona, por e përmenda se e kemi quajtur fshat simbol për mikpritjen e mikut e të kujtdo që ka rahat fshat. Një pyetje, pse quhet Salc? Tash mirë nuk e di prej ardhen e këtij emri. Ne jemi 3-4 vllazni që lidhen me gjak me njëri tjetrin, edhe të partë e këtij fshati, që kam edhe unë mbi emrin Progni, kanë ardhur si duket nga zonat e Puks. Rishtaz, kur është popullor ky vend, kanë ikë nga luftrat, ose nga regjimet e Turkut, për arsye se nuk donin të ndryshonin fenë, edhe janë vendosur, kanë punuar gjithë jetën me breza, e kanë ndërtuar shumë mirë të ardhmen e tyre, edhe kanë jetuar në mënyrë të përkryer, me harmoni speciale. Vazhdojmë edhe sot ta kemi unitetin, pa çka, siç e thash edhe më parë, të shpërndar, të hapur në gjitha anët, si rrjeti kapilar, nëse mund ta themi, por këtu jetesa ka qenë e vështirë, por e mirë. E mirë dhe për të vlerësuar. Sepse punonin njerëzit dhe kishin me bollok? Njerëzit e këtij fshati kanë qenë punëtor të përkryer. Për bujqësinë dhe për blegëtarinë në mënyrë të veçantë. Këto kanë qenë 2 bazat kryesore mbi të cilat është ndërtuar jetesa këtu. Kemi edhe një bishk fantastike, ku me pas investime, në kohën e dimrit, janë ambientet jashtëzakonshme për ski. Kurse për në behar, zhvilloheshin ndeshje sportive, vinin nga zona e Dugaxhinit, nga krejt zonën e Kajmërturit mblidheshin, edhe skuadrat ndryshme zhvillonin ndeshjet, do ishte një festival sportiv i vërtet. Por keni dhe një gjë, festat tuaja, që njërë në vit mblidhen nga gjitha vendet e botës ku janë emigruar edhe festoni, takohen me njëri tjetrin? Pa diskutim. Në ditën që kemi festën e caktuar si festë e fisit mërturit quhet, është zoja mërturit, festohet në datën 7, 8 dhe 9 shtator, të çdo viti. Është eksperimentuar edhe një takim brezash e kemi quajtur, pothuajse i përvitshëm, ku bashkohemi, bisedojmë, bëjmë shakat, dalim ngjitem në bjeshk,
bajmë edhe ndonjë ndeshje sportive kush e ka fuqinë për të luajt. Kështu jeni njerëz të fortë, ë? Përgjithsisht po. Përgjithsisht Po të mirë. Nuk diskutohet. Se kështu thon gjithë. Nuk diskutohet. Çfarë ju bën të mirë ju? Na bën të mirë mikpritja E kanë të gjithë. që shoqëron buzëqeshjen. E keni të shoqëruar me Kemi të shoqëruar me buzëqeshjen. Dhe mendoj se është një tipar karakteristik, siç e thash disa herë, i krejt zonës, po edhe në veçanti edhe i fshatit tonë. Jam shumë kurioze për këto tradita tuaja, se kam bërë dhe një bisedë dhe një intervistë dhe me një zotëri tjetër me Afrimin, i cili është kryesori që mundohet ta promovoj zonën. E promovon edhe ka atë bujtinën që mas e kaluhet anej. Po, kemi tjetur atje. Ne mlidhemi shpesh herë, na shërben si një stan ku na mbledh gjevëvet, kalojmë qaste shumë të lumtura, shumë të gëzura, kur dalim të Kur po zbrisja nga Bjeshkët, pash një krua atje. Çfarë ndodhte në atë krojin e famshëm? Si i njihnit ato vajzat? Mi trego pak se janë shumë të bukura. Po, çdo brez ka mënyrën e vet të shprehjes të ndjenjave. Ju si e shprehni ndjenjën? Shpesh herë kur vajzat, se nuk ishim burimin e ujit mbrënd si që kemi ndoshta sot, por mlidheshin të kroj, bënin shaka, bënin muhabete, shprehnin ndoshta edhe ndonjë ndjenjë, nuk është e pa. Po djemt çfarë bënin? Po djemt, hidhnin qoku ndonjë rromoz. Po si shkonin atje? Merrnin kalin edhe kasila apo kishin punë të veta? Po, varet si e sajonin mbledhjen atje. Për shembull, ti si e ke dashuruar gruan? Unë kam qenë i punësuar me shtetin. Kam qenë në punë në qendër të njësisë administrative, Lek Bibaj. Aty ka qenë një shkollë e mesme. Edhe kishim mundësit të takonim, kishim mundësit të bisedonim, pa shkase. Ndoshta edhe të shkëmbenim pëlqimet. Po tani njerëz jemi, ndjenja kemi. Njerëz jemi, dhe ato ndjenjat nuk fshihen. Kur kriste pushka, çfarë ndodha? Kishte disa arsye që kriste pushka. Po. Kur një fshatari linte djalë, binte, ajo krisën pushke sillte lajmin e mirë. Një lajm të mirë, një hare, një gëzim për atë familje, por që përjetonte përgjithsisht edhe fshati. Krismat e pushkës, përveç këtyre rasteve të gëzimeve, ato në kohën e luftrave, në kohën e ushtrive që i mësynin këtë anë, ishte edhe si një pushtrim. Dhe më thanë, binte një pushk, por nëpërmjet krismës asaj pushket, shpërndahesh edhe alarmi që mlidheshin për të organizuar fshatin e fshatrat në përgjithësi, për t'i bërë prit një ushtri të huaj pa dëshiruar. E tillë ka qenë qendresa në vitin 1910, kur keni ardhur atje për te atij kryqit, te ajo qape e vogël që na ndan këto dy fshatrat, aty fshatarët e këtij fshatit, e të fshatit përtej, të Brisës, edhe të Palçit, u mobilizuan dhe qëndruan, i organizuan atë qendresë që për ne mbetet sa heroike dhe historike. Në 1910 ndërguhet Pasha u shkput nga malësitë e Gjakovës, përshkoi gjitha territor deri këtu, po gjatë kësaj kohe erdhi lajmi se po na vjen një pushtues i pa dëshiruar. Atëherë u mlodhen
organizuan qëndresën aty, ndërkohë që u përqëndrua, i thonë fusha Shukut, ajo pjesa përtej kodrës së Palçit, që t'i vinte mrapavia e topat e armatimi. Të bëshin gati. Po, të bëshin gati për të marshuar. Qëllimi i tyne ishte për të shkuar në Shkodër. Domethënë dhe nëse përshkonte këtë territor, quheshim të pushtuar, edhe pastaj ushtria turke kishte rregullat e saj, mobilizonte rinin në ushtrinë e vet, me pahir, jo me dëshirë, edhe duke ju drojt kësaj punet, dulën fshatarët edhe i organizuan atë pritën. Kur gjeti rezistencë këtu, ai kërkoi të merrte krahmarrje. U shkput prej aty, erdhi u vendos tani poshta si stanit Afrimit, ballë për ballë me këtë gurin e madh. U vendos ushtria turke. Këta u shkputën prej aty, edhe erdhën e u vendosën te ky gur i murg, që shërben si prit, si pozicion luftarak natyral. Ai sa do i qellon te këtu, nuk ishte mundësi që t'i vriste luftarët. Okay. Edhe pastaj quhen lajm përtej në zonën e Dugazhinit, përtej asaj qafës që shikon në horizont. Atje janë dy fise, Shala dhe Shoshi, dy fise që nuk janë shkel asnjëherë nga asnjë ushtri, qoftë ushtrisë serbit, qoftë edhe ushtrisë turke që pretendoi t'i shkelte këto zona. Edhe ata u mlodhen, u shpërndan tepër te i qafës, nëzën zjarre shumë të ndaj, atje këndonin njëkohësisht, luftonin, qiçin pushk, kot shkoti, se nuk ishte armiku atje, pasaj armiku u bloku mbeti këtu, edhe hallakasnin. Ato hallakatjet e Malsorit, me zan të madh, e me zanin kushtrim, e pastaj, kur e pa Drgut Pasha që nuk qahen këto male, dhe përveç rezistencës që hasi këtu, tha që atë pjesë nuk e kaloj sepse ishte tepërtej, me zjarre, me krisma, e me popullsinë e krahinës së zonës Dugazhinit. Atëherë vendosi që të kthehesh mrapa, megjithatë, ai nuk e përshkoi territorin këtu. Ka kaluar ndrinj, se ishte i pa lundrushëm si ashtë sot, po ishte i rrjedhshëm, edhe është lidhur nëpërmjet i ballës Pukës, që zona e Pukës tash është kjo pjesa që duket me këto kodrina deri në horizont matan, nëpërmjet i ballës e Pukës e ka arrit në Shkodër. Por që këtu nuk mundi ta përshkonte këtë territorin tonë. Pastaj ne këtë luftë e kemi përkujtuar pothuajse vit për vit, ndërim të atyre që kanë sakrifikuar, e kanë organizuar edhe për të rrit nerin, për të rrit lavdin, si qendrëstar në një ushtrie që vetëm po të zije emrin në gojë, ishte e frikshme. Jo për të përballë e për të bën atë rezistencë, e cila mbetet simbol i një lufte shumë heroike që nga ajo ditë deri më sot. Besoj si edhe brezat, sepse është e shkruar një histori, do ta kenë në të ardhmen për gjyshrit, për stërgjyshrit, për baballarët, gjë që është për të kujtuar her pas here. Këtu ushtria e serbit, edhe ajo ka pretenduar të shkel këtë zonë. Por janë dëmtuar masivisht, është kjo pjesa tash midis atij fshatit Matan e këtij fshatit këtu, përshkon këto lugina që nuk duken, aty janë vrarë shumë serb, janë vrarë edhe nga forcat tona.
e ka shpinë atje përballë, te Agërmadha ku duket. Po. Një është quajt Gjok Sadria, dhe ai ka ra dëshmor në të përpjekje e nuk kanë mujt me u përqendruar në fshat, as me dëmtu fshatin, as me djeg fshatin, as me ban. Ju keni qenë të paprekshëm, ë? Pas keni pasur një mbrojtje shumë të fortë. Përgjithsisht po. Edhe terreni natyror e ka favorizuar që popullsia e këtyre zonave e kanë pas ndoshta më të lehtë, se ndryshe është një ushtri që vjen e nuk i njeh pritat as vendet, as ku mund të luftohet, as ku mund të bie në prit. Ndryshe është ai vendasi që e di shumë mirë terrenin. Pastaj ajo ushtri është shkput prej këtu, flitet për ushtrinë serbo-malazese gjithnjë, shkijet i kemi quajt ne, është shkput, ka kaluar në zonën e Dukazhinit edhe në Shosh, se do shkoshin për Shkodër, në Shosh janë dëmtuar masivisht. Janë dëmtuar aq shumë njerëz nga pala serbe, sa që as në 10 s'ka pas kush i fut, e janë tret në sipërfaqe. Ka bërë masakër? Jo, masakër, ajo ushtri e pa dëshiruar ishte. Kështu që njerëzit për të mos u nënshtruar i kanë për të mbrojtur. Për të mbrojtur, në fundit për të mbrojtur. Quhet Guri Kuq, mbrapa malit të Shoshit, që nuk duket nga këtu, por është mal më i lartë se ky që duket në këtë sipërfaqe, edhe njerëzit janë tret masivisht në sipërfaqe. Kjo tregon se populli i këtyre krahinave ka luftuar për ta mbrojtur vendin e vet, lirin, se për lirin populli ka vujt gjithmonë, me grupin e pushkës e ka mbrojtur lirin e tij, sovranitetin, edhe ka jetuar me ndershmërinë këtë troje, pashka siç e tha më parë, jetesa mbetet, ka qenë dhe mbetet e vështirë. Dakor, ka qenë, pa ajo që nuk është për të toleruar, është një zonë me kaq tradita, me histori, të lihet në këtë gjendje, pothuajse e harruar komplet. Tash demokracia ka bërë punën e saj, se çfarë ka bërë? Shpopullimi e largoi vëmendjen nga këtë zonë. Po ne po shpopullohet gjithë Shqipëria, jo më... Në regjimin e para 19-s, me krahje kemi hap gjithë rrugët e zonës një kapiturit, me krah, me fuqi krahut. Ki parasysh të shi sa rendiment ka krahu në krahasim me makineritë që janë sot. Me gjitha këto makineri, shteti me pak vëmendje, këtë zonë do ta bante shumë të lullëzuar, do ta bante që shumë e shumë nga ata që janë larguar prej këtu, të riktheheshin e të jetonin me dëshirë më të madhe. Ta ndërtonin prap jetën këtu. Megjithatë, mbetet për tu pa se ç'mund të bëhet në të ardhmen. Çdo rrugë që është këtu është vetëm me krahët e vetëm me krah. Kjo rrugë që ka lidh tash njësin, kuptohet apo njësin Lek Bibaj me këtu, është hap këtu 45 vite më përpara. Ç'të thuash tash 45 vite që shteti shqiptar e çdo ngjyre, se unë nuk duhet të hyj në këtë temë. S'na intereson se ajo rruga s'ka ngjyrë. Jo, s'ka ngjyrë, aty shkel secili, edhe është mire përbashkët. Çfarë do t'i kushtonte këtë investim që po e bën një personi vetëm? Nuk i kishte mundësi ta bënte shteti? E ka mundësin, po nuk kanë dëshirë. Pra këtu, në çdo shtet mas vitit 90, ka një pikpyetje shumë të madhe për vëmendjen ndaj kësaj zone. Pse mendojnë që e kanë lënë? Për vëmendjen, po pse mendon? Ndoshta ju nuk jeni të bindur për t'ju nënshtruar gënjeshtrave të tyre? Në gjithë që është puna. Kjo është si puna e tifozllakut sportit. Pjesërisht janë me njerin, pjesërisht janë me tjetrin. Kjo nuk do të thotë se ka lënë në harres vetëm njeri, këta e kanë lënë të dy. Faji është i përgjithshëm. Por qeveria e çdo ngjyre, pikësynimin kryesor do ta ketë tek ekonomia e banorëve të vendit vet. Infrastruktura ajo si zhvillimi. Infrastruktura do të na sillte zhvillimin, do të na binte turizmin, do të na binte gjithë. Do të na bënte më të ndërgjegjshëm të jetonim këtu dhe do të na krijoheshin mundësi për të jetuar normalisht. Ju ka bekuar Zoti, ju ka dënuar njeriu?
Se jemi të dënuar, kjo nuk do mend. Po se nga kush... Ka mend. Do mend. Kjo do të thellohesh më tepër. Më shpjego pak se jam shumë kurioze, pse quhet Nikaj Mërturi? Këto janë dy fise. Po? Nikajt janë vlla me Krasniqen, me Baramcurin, Po? me zemrën e Baramcurit. Mërturi është vlla me Gashin e Malësisë Gjakovës, krejt Krasniqe e Malësia është quajtur Malësia Gjakovës, përfshi edhe ne. Ne deri në vitin 1953, kjo zonë e Nikaj Mërturit, kemi qenë në administrim me rrethin e Shkodrës. Dhe qendrën e rrethit e kemi pasur në Dukazhin, është quajtur Kodër e Shëngjeshit, ku ka qenë administrata, siç mund të themi sot administrata jonë Nikaj Mërturit, ose qoftë edhe e bashkisë, se është quajtur rreth. Pra, Shala, Shoshi, Nikajt e Mërturi janë quajtur një rreth. Një rreth. Në vitin 1953 është bën një shpërndarje tjetër territoriale edhe rigrupim administrativ i territorit. Ku këtë zonë, nga ajo qafe Agrit që është në horizont, e folëm disa herë për të, deri në qafën e Kolçit u aneksua rrethit Tropojës. Pjesa tjetër, Shoshi dhe Shala, ju aneksuan rrethit Shkodrës dhe pastaj kanë qenë formuar 36 rrethe, kuptohet ajo punë, që nga ajo ditë ne mbetemi në administrimin rrethit të Tropojës. Por këtu ka edhe një mangësi tjetër. Po? Rrethi i Tropojës në zonën e Nikaj Mërturit historikisht nuk ka dërguar investime, vetëm pak a shumë sa për t'i ba shefin si puna t'i japimi i pjatë, mos mbetet krejt në varfëri ose për vdek nga uria. Qa ka teprua nga Baramcuri, është sjellë kënej, po ato kanë qenë gjithmonë të pamjaftueshme. Të pamjaftueshme për Mos ndoshta ju kanë parë si diçka jo e tyre? Edhe jo e tyre, po ka qenë një diferencim ndoshta dhe fetar, për nuk është për t'u theksuar. Jo, është për t'u theksuar se ka ndodhur edhe në zonat të tjera që bëhet ndarja fetare. Por që ata kanë qenë, vendet i kanë pas më të mira, më të buta për jetesën, qyteti ka qenë aty, administrata ka qenë aty, gjithçka ka qenë e grupuar aty. Edhe kuptohet ajo punë, punojësit e shtetit kanë qenë pjesa dërmuese e atyre. Nga zona jonë kanë marrë thjesht ndonjë funksionar të rangut dytë, gjatë që nuk ka pas asgjë në dorë, përjashtuar që ka tepruar thash nga... E kuptoj. Sa e trisht kjo? Kjo është mase e trisht. Dhe e trishta trashet, ose zgjerohet që ose themi me term më të butë, edhe në ditë të sotshme. Se në vitet e demokracisë, ne kemi menduar se do të shihemi masit barabartë. Pa. Masit barabartë. Tash ju shifeni krejt zonën e Malësisë, Baramcurit, deri në majët Bjeshkës ka rrugë makine edhe dora dorës po i shtrojnë edhe me asfalt. Kur do të na vinë rradha një për 5 metër asfalt? Është e vështirë të mendohet. Fol sa të duash, bëju kërkesa sa të duash, mbeten në harres. Mos ndoshta qëllimi i tyre për të spopulluar komplet këto zona? Është realizuar ky qëllim. Po. Nuk është realizuar, nuk është faj krejti administratës këtu. Kjo është në shkallë kombëtare. Është realizuar se si vend i mbyllur për 45 vjet në udhëheqjen e Partisë Punës, për të banuar këtë zona, për të shumë fishuar popullsia e banorët e kësaj zone, si në gjitha zonat e Shqipërisë. Pastaj mori tjetër drejtim tash. Ca nga halli, ca dhe nga dëshira për një jetë më të mirë për fëmijët, sepse gjithçka u prish. Defekti kryesor masardhjes demokracisë është
shkatrimi i bazës ekonomike, me fabrika, me uzina, me gjitha, me të gjitha. Ti ke parasysh nga Vlora deri në Malzi, ka qenë Hekurudha shumë funksionale. Unë e kam jetuar vetë. Kam punuar disa herë në aksionet e rinisë për ndërtimin e aty në Hekurudhave. Gjitha hidrocentralet janë ndërtuar me punë vullnetare nga gjithë Shqipëria. Hidrocentralin i Matit, e Shkopetit, e tjera, Lema, pastaj kur ka ardhur mas viteve 70 hidrocentrali i Firzës, ma voni Komanit, i Vaudejs ka qenë ndërtuar para këtyre dyave, por gjithë hapjet e rrugëve janë me kontribut vullnetar. Pra, nuk pati fuqi demokracia, të paktën t'i ruante, t'i mirëmbante, funksiononshin. Jo t'ju vënë shkazme në fabrikave, uzinave, e tjere. Do më thanë, kjo është fatkeqësi që dhe të na shoqërojnë shumë gjatë. E na kalon pasoja, dhe do na le pasoja shumë gjatë. Po na kalon pasoja, ti ke parasysh tash, një copë Hekurull Tiranë-Durrës. Po. Ka shumë vite, shumë investime që hidhen aty, halas është vunë funksion. Një rrugë nisin edhe... Pra, kjo nuk shkon, kjo nuk ka vlerë. Jam shumë... Se kush do ta ngrizanin, se kush do të ndryshojë këtë punë. Populli e ka në dorë, po populli s'ka asgjë në dorë. Thuhet teorikisht se populli e ka në dorë, po populli s'ka asgjë në dorë. Ja dhash si ja dhash në botën, s'ka pikë rëndësie, ja jep ti, ja jep Afrinë, ja jep tjetri. Edhe ai mbetet në fuqi. Mbetet në fuqi, po mbetet me atë mentalitet të vjetruar, që nuk i hin punë kërkujt as ekonomisë, as popullsisë, as ngritjes ekonomike të popullit, as tjera. Po kur keni rastet sëmundje ashtu, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Çka ka për të ndodhur? Do me thënë që të shkoj deri në Bariam Curë, sa larg është këtu? Po 50 kilometër. Telefonojmë për raste urgjence, ka pas raste që është telefonuar salla operative e Tiranës, ka pas raste kanë quajtur edhe helikopterin. Për raste akute, për raste urgjente. Në të kundërtën, për vizitat e zakonshme, shkohet me makinat e njerëzve që i kanë privatisht, mund telefonosh edhe ambulancën, nuk është se zvjen. Po sa të vinë në Baramcurit, marrin privatisht makinat e këto. Sa qatra janë këtu në njësinë administrative të Lek Bibaj? Janë gjithsej 14 fshatra. Po janë shumë, nuk janë pak. Janë shumë, do ta kishim qendrën spitalore, ta kishim njësi. Aty janë krye linja, aty janë krye operacione, aty janë krye ndërhyrje që kanë shpëtuar jetë njerëzish që nuk premton të koha as për shkuar deri në Barancur. Pra ka qenë një qendër shëndetësore kompletuar, sa s'kishe nevojë për Barancurin fare, s'kishe nevojë. Po këtu kemi pas na. Infermier, doktor, mami. I kemi pas gjithë dentist. Të gjithë i kemi pas këtu. Telefoni ka qenë, zyrat e kooperativës bujqësore kanë qenë, shtëpia kulturës ka qenë, dyqani ka qenë, barxha ka qenë, çdo gjë e kemi pas ne këtu. Tash nuk e kemi. Pa çka se jemi shpopulluar, jemi larguar, jemi dërmuar në këta vite, po nuk i kemi. Kujt ja kërkosh? Nuk din. Nuk din se kërkesat mbeten pa përgjigje. Në një rast të tillë detyrohesh të heshtësh. Pra, një fshat dikur shumë i madh, tani kanë mbetur shumë pak banë. Domethënë 4 shtëpi kanë mbetur këtu. Dhe përveç se këtu gjen njerëz shumë punëtor, të cilët nuk e kanë braktisë bujqësinë dhe blegtorinë, edhe pse janë rritur ato që bëjnë këtë gjë, nuk e braktisën sepse jetojnë me këto të ardhura. Por, domethënë një copë rrugë ka bërë që këtë të humbas çdo gjë. Shëndetësia këtu të sëmurësh në mëshirë të Zotit. Të shpëtoj fati, të shpëtoj, s'të shpëtoj, ige, s'ke që i banë. Të falenderoj shumë për këtë bisedë me shumë të vërteta dhe pa filtra. Ishte kënaqësi, edhe mirë se keni ardhur tani.
pushojmë, të rrimë, si në shpinë e majsorit, sepse të tillë kemi qenë, të tillë duhem të mbetemi. Vetëm, do me thënë, ju edhe rrugë mos keni, këto gjëra nuk ju zbehen, se e keni në shpirt. Nuk do të na zbehen. Asnjëherë. Asnjëherë nuk do të na zbehen. Sa të marrim frymë, këto virtyte do të na shoqërojnë. Ja ke lënë fëmijëve, e kanë dhe fëmijët? E kanë ku të shkojnë po e pas. Biles mund ta zhvillojnë edhe më shumë. A thua? Kam besim. Po mirë. Kam besim.